Rasti të rënditës si 25 vjeçares nga Gjakova, rrethanat e vdekjes ende të paqarta, çka dihet deri më tani rreth rastit. Daorsa Spahiu, 25 vjeçare, nga Gjakova, ishte studente në Tetov, është gjetur e vdekur më 5 nëntor pranë ndërtesës ku jetonte. Prokuroria e Tetovës e ka nisur hetimin, deri tani nuk kanë thënë se është vrasje, por as nuk e kanë mbyllur rastin si vetvrasje. Disa persona janë marrë në pyetje rreth rastit, por emrat janë bërë publik nga institucionet. Shoku i Daorsës dhe familja e saj pretendojnë se ajo nuk është vetvrarë, por është hyrë nga i dashuri i saj. Gjithashtu pretendohet se marrëdhënia e saj me të dashurin ka qenë e dhunshme, me presione psikologjike, xhelozi dhe shantazh. Flitet se mund të ketë kamera sigurie në hyrjet e ndërtesës, por institucionet nuk kanë publikuar ende asgjë. Autoritetet që po merren me rastin deri tani janë shumë të rezervuara dhe nuk kanë dhënë detaje konkrete për shkakun e vdekjes. Familja e saj kërkon që rasti të hetohet si vrasje, jo të mbyllet si vetvrasje.